Këtu është horoskopi i hënë 1 dhjetor 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Sot nëse duhet të keni të bëni me njerëz të dashur apo kolegë që nuk janë në anën tuaj, nuk përjashtoj disa momente inati. Mos prish një marrëveshje të gjetur në dashuri. Demi. Përfitoni nga pasditja për të realizuar projekte, lajme, mund të merrni propozime të mira. Është e lehtë të kesh një takim të veçantë, por duhet të jesh i hapur për takime. Binjaket. Ju mund të bëni një deklaratë të rëndësishme, si në punë ashtu edhe në dashuri, por keni nevojë për siguri të mëdha. Veproni vetë dhe gjithçka do të bëhet në mënyrën më të mirë. Kohët e fundit keni shpenzuar shumë para për gjëra pa rëndësishme. Gaforja. Dita e balerinës do të ketë një nyj për t'u zgjidhur brenda muajit tjetër, kur nga pikpamja profesionale vjen koha për të vendosur ose vazhduar një punë. Luani. Projektet që kanë ngecur në ditët e fundit, midis sot dhe nesër mund të forcohet. Një çështje familjare dal nga dal, po zgjidhet përfundimisht. Virgjeresha. Bezdi të vogla kalimtare, nervozizëm ose lodhje, përndryshe nuk ka kufizime. Ka nga ata që duan ose duhet të ndryshojnë në vendin e punës. Peshorja. Ju jeni plot inat me mënyrën se si disa njerëz kanë vepruar, ajo do të kalojë. Dikush mund t'ju ketë imponuar vullnetin e tij. Akrepi. Ka ardhur koha për t'u dëgjuar, një projekt mund të nisë këto ditë, fitore në rrugë për ata që punojnë shumë. Sharmi juaj ju lejon të arrini shumë. Në dashuri do të përfshiheni më shumë, të ngazëllyer. Shigjetari. Në punë së shpejti do të keni konfirmime, nisë të preferuarat e reja. Një risi e bujshme, por edhe një dëshirë e fortë për të qenë më paqësor në marrëdhënie. Bricjapi. Djemtë që kanë ndryshuar punë ose po kërkojnë ndonjë lajm të vogël do të jenë të kënaqur. Në dashuri situata është më e qetë ose të paktën tani e dini se çfarë dëshiron zemra juaj dhe nuk jeni më të verbuar nga xhelozia. Ujori. Mos hiqni dorë nga kënaqësia e dashurisë, pranoni një ftesë. Kujdesuni për trupin tuaj pak më shumë. Peshqit. Koha e shkëlqyer për t'u përpjekur të zgjidhni një problem pune, edhe nëse ka pasur probleme me një partner ose e pror, favorizohet edhe studimi. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.